Trama e këtij samiti është shkruar shumë bukur. Si ai regjizori që shkruan tramën shumë të bukur, dëgjojmë narrativa, po mungojnë aktorët kryesorë që është diaspora. Ky është samiti diasporës. Dhe mendoj se përveç hapjes, që fjala detyrimisht duhet t'u jepet ministrave, kryeministrit, presidentit, aktorët kryesorë jemi ne. Unë kam shkruar dhe personalisht për të folur, doja që të bëja një diskutim, dhe nuk më dha drejta e fjalës. Kështu që duhet i mbarojmë këto filmat e bukur, që ne vetëm dëgjojmë, po ne aktorët kryesorë nuk kemi të drejtën e fjalës. Kjo është njëra. Si puna ime që kemi, unë kam mbaruar 3 fakultete në Bolonjë, kam 2 specializime, si unë dhe shumë të tjerë këtu që vim nga Bolonja. Po. Kemi kërkuar shumë herë dhe kontakte të hymë, të japim kontributin tonë, sepse unë punoj 14 orë në ditë në kuesturën e Bolonjës, në shërbim të një shteti të huaj, po unë mund të bëj dhe 20 orë, po për vendin tim, dhe jam në vendin tim, sepse kam investuar unë për përgatitjen time, nuk ka investuar Shqipëria. Kjo është gjë e parë. Atere. Jo, kjo u bë e dyta, Eva, po që t'i japim radhën edhe të tjerëve, do të ftoja me zemër që t'i lëm kohë të gjithëve për nga një pyetje. Pero unë nuk kam vend ku të flas. Eko pse me shumë knajsi. Absolutisht, patjetër. Për ndryshe ne ngelemi vetëm numra. Unë nuk bëj biletën të vi që andej këtu për të qenë thjesht një numër që mora pjesë. Nuk funksionon kështu. Unë kam ngel shumë keq dje kur u dhanë çmimet. Në krahun tim, ndoshta nuk e njihni, është një nga imprenditorët shqiptar që jep punë 350 familjeve dhe ju nuk dhat një premio. Është një person që është bërë vetëm, e ka filluar nga zero, Astrid Poti. Dhe nuk pash të paktën t'i përmendej emri. Ju jeni largë realitetit, flas për politikanët. Jeni largë realitetit, ju nuk jeni afër me ne. Zotrin do marrë unë përsi për t'aftojnë program për historinë e ti të suksesit. Shiko, ai nuk ka nevojë të jetë i njëjtur, sepse realitetin ne ku jetojmë, ne dim kush na përfaqësojnë, ne dim kush është në shërbim të komunitetit, ne dim atë që bën secili prej nesh, po jemi pa përkraje. Dhe ku nuk të përkrash shteti yt, kur ti nuk jep kontributin në shtetin tënd. Unë për Italinë jam më e përgatitura, po jam thjesht një huaj, dhe pse jetoj 27 vita ndej, dhe pse kam cittadinancën. Nuk ka punë, ne duam të kthehemi në vendin tonë. Dhe këto panelet e ndara nuk janë mirë. Ku ishim atje të gjithë secili, gjithë ne aktorët që jemi kryesorët, duhet të flasim, të sjellim problemet, nëse duam konfronto. Jo që unë mi këtu, vetëm të gjoj politikanët. Narrativa shumë e bukur, po ju nuk e keni den që ato të sakrifica, që ato të thot të mbarosh shkollën andej, ku ne kemi punuar 14 orë ditë dhe gjithë natë venim në biblioteka duke studiuar, pasi për kraje dhe pasi ndim. Hapni dyert, sepse Shqipëris nuk i mungon truri. Keni mbyllur dyert të gjithë personave që janë të përgatitur. Eva, të falenderoj shumë për fjallën tënde. Shumë gjëra të tjera, po të gjithë punësia, unë diskutimin e kisha përgatitur. Zotit Aulan Balla, je i pari që je largë, shumë largë realitetit. Votën mund të kalosh dhe 4 vjetë të tjera, po në histori duhet të është një emër, sepse jeni të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Okej, duhet të lëm një emër, jo vetëm të vidhni edhe të siguroni njerëzit tuaj.